Një sasi e madhe ari është zbuluar rastësisht gjatë rinovimit të një godine në Saint-Gilles-les-Termonde, në Flandrën lindore të Belgjikës. Zbulimi u bë më 10 gusht kur punortët po instalonin tuba në bodrum dhe e gjetën një kuti të fshehur brenda murit. Në kuti ndodheshin copza ari, monedha dhe shufra të numeruara. Sipas vlerësimeve fillestare të mediave belge, thesari mund të ketë një vlerë prej rreth 9 milion eurosh. Ndërtesa në pronisin të Chau East Flanders, por i konstruktohet për t'u shndruar në studio dhe ambiente zyrash. Pas zbulimit, kontraktori njoftoi pronarin dhe policin. Autoritetet konfirmuan pranime një sasie të konsiderueshme ari dhe nisën hetimet për të zbuluar origjinën e tij. Një nga pistat është mundësia që thesari të ketë lidhje me aktivitete kriminale të së kaluarës. Nëse kjo hipotezë përjashtohet, hetuesit do të kërkojnë të përcaktojnë pronarin ligjor ose trashëgimtarët e tij, proces që mund të zgjasë disa vite. Ari është dorëzuar te autoritetet në Bruksel dhe po rruhet nën masa të rrepta sigurie, ndërsa vazhdon hetimi për një prej zbulimeve më të pazakonta të bëra gjatë një rinovimi në Belgjik.